i koordinuar me procedura shumë më të qarta për gjithë, edhe me një garanci eficience në shfrytëzimin e atyre parave që vendosen. Se nëse kjo bëhet një histori vër buxhet para dhe shpenzoj dhe shëno aty që i shpenzuam, atëherë ne do t'i kemi plot depot me lloj-lloj madrash që as nuk do t'i përdorin. Dhe përpara disa javësh unë pata i bisedë me me CEO-n e një prej kompanive më të mëdha të prodhimit ushtarak në botë, edhe më tha, kam vizituar një vend, se s'po e përmend, jo në Europë, që ka bler pa fund armatime, edhe që akoma i kanë të pa hapura, nuk i kanë futur akoma në punë. Tani, në letra, kjo mund të rezultojë si një shpenzim i mjaftueshëm për ushtrinë, por në fakt nuk është një forcim i mbrojtjes. Kështu që unë jam 100% dakord me atë që tha presidenti, që ne duhet jemi realist në gjithë të historitë dhe të kuptojmë si do t'i rrisim kapacitetet, jo si do rrisim buxhetin vetëm, por si do rrisim kapacitetet, si do kemi mbas një X numër vitesh një sistem mbrojtje të Europës më efikas, më të gatshëm, më të plot, dhe jo si do kemi në për bloqe shpenzime ushtarake për të bler lart e poshtë mjete. Kjo është në kundërshtim, dhe nga ana tjetër ne nuk duhet harrojmë që Europa nuk mund të kthehet në një territor ku flitet vetëm për armë dhe ku mendohet vetëm për luftë. Kështu që ka dhe plot gjëra tjera që duhet i mbajmë mirë parasysh, se në fund të ditës, kur vjen puna tek Europa, unë besoj se ka dy territore për të mbrojtur. Territorin fizik dhe territorin shpirtëror. Nëse Europa humb në territorin shpirtëror, atëherë vlera e territorit fizik të Europës bie në mënyrë të ndjeshme, sipas meje. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ne jemi rikthyer sërish në studio, kemi ndjekur pra kështu këtë konferencë për shtyp dhënë nga presidenti francez Macron dhe kryeministri Edi Rama pas takimit të tyre këtë mëngjes, ku edhe kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për sa i përket turizmit, veçanërisht për zhvillimin ekonomik dhe turistik të qarkut të Korçës.